Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salam. Thot Zoti i gjithësisë, robërit e sinqert Zotit janë ata të cilët sa herë të tjerët, pra ignorantët, të paditurit, njerëzit të cilët nuk janë robër të Zotit, sa herë që këta njerëz, ty që pretendon se je rob i Zotit, të ngacmojnë me fjalë të ndryshme, të shajnë, të ofendojnë, të nënçmojnë, ti nuk bëhesh i njëjtë si ata që t'ja kthesh nënçmimin dhe përbuzjen dhe sharjen. Por çfarë thua ti musliman? Allahu i lartësuar thot: qalu salam. Rob i sinqert. Robërit e sinqert Zotit janë ata të cilët kur të tjerët i ofendojnë, të thojnë paqe. Subhanallah. Në çfarë grade duhet t'jesh ti edhe unë si musliman që kur dikush shan ty ti thush paqe. Ti thush hajër inshallah, s'ka gjë. Ti thush hajt se bëhet mirë. Ti thush hajt të kalosh mirë se s'ka gjë që më shajte, që më ofendove, që më nënçmove. Po këto pra janë robërit e Zotit. Wa idha khatabahumul jahilun. Sa herë që gjahilat paditurit shajnë, të ofendojnë, thehen me fjalë ndryshme, nënçmojnë, duk godasin, ti thu selam për hir të Zotit. Ti thu pasha Zotin, po të lej vetëm për hir të Zotit. Po kjo pra është robëria e sinqert kundrejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Ne jemi musliman.